Sot jemi dita 17 e muajit të Ramazanit. Dita 17 të muajit të madh, të begat, të muajit Ramazan. Që do me thonë, son të jemi në natën e 18, në qoftë se Allahu na jep ymër, do të arrim natën 18 të muajit Ramazan. Pse i kallëzoj unë këto cifra? I kallëzoj këto numra ta përkujtoj vetveten, fillimisht pastaj juve, se Ramazani po shkon. Pjesa e parë dhe ditë që i parë i cili është rahmet, mëshirë, përfundoi, shkoi. Tash jemi në përfundim të sipër të pjesës së mesme që është magfiret, që është falje të kusureve, të gjunaheve. Edhe ajo përfundon me natën 19, me natën 19 përfundon ajo, se hin dita e 20. Dhe ditë e para janë rahmet, mëshirë. Dhe ditë e mesme janë magfiret, dhe ditë që i fundit është itkum minan niran. Është amnesti nga zjarmi i xhenemit, Allahu na amnestoft inshallah. Na bëv Zoti prej banorëve të xhenetit, na rujt Allahu nga zjarmi i xhenemit. 3 gjana janë me 3 sende në këtë Ramazan. 3 gjana, të cilët janë në 3 pjesë të Ramazanit, janë me 3 sende të Ramazanit. 3 me 3. Këto 3 të parat janë rahmet, magfiret, amnesti. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba." Kjo nuk ka të bëje me 10 ditën e parë, as 10 ditën e mesëm, as 10 ditën e fundit. Tha kush do të agjeroj muajin e Ramazanit me iman te Allahu, me besim, me bindje te Allahu. Wa ihtisaban, dhe duke shpresuar te Allahu shpërblim për atë çka ka më bën nga veprat, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Do t'i largohen dhe do t'i pastrohen, do t'i fshihen krejt gjunahet që i ka bën para Ramazanit. Krejt gjunahet që i ka bën para Ramazanit, Allahu xhalla xjalaluhu t'i fshin, t'i pastron për shkak të asaj se ti e ke agjeruar Ramazanin. Parashtrohet pyetja, si e ka agjeru? A e ka agjeruar Ramazanin në gjumë, ashtu si e agjerojnë plot njerëz sot? Apo e ka agjeruar Ramazanin çashtu si e kërkon Zoti? Këtu në këtë thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka për qëllim atë i cili kur çohet sabah shkon punë. Atë i cili kur çohet sabah shkon mas rrezikit. Ai i cili kur çohet sabah mirët me shkencë, mirët me mësim, mirët me hulumtim, mirët me punim të tokës, mirët me lëmien e vet, jo me e kalu Ramazanin në gjumë. Pse këto po i them unë këtu sot, kur na e kemi temën spjegimin e surës Jusuf, se po e vërejmë edhe po na tregojnë njerëzit, dashamir të gjo, shpijes, antarë të shpijes teme, po qohen ora 12 natë, në ditën, drek. Ato po binë para sifirit, dhe kjo është një gabim shumë i madh në Ramazan, njeri me ne deri në sifir, ta haje sifirin edhe të beret fleje. Kjo është një gabim fatal, një gabim shumë i madh që është ndodhë në mesin e agjeruzve. Rinë deri ora 2, deri ora 3, e hajnë sifirin edhe shejtani i vëgël që ka met, jo i prangosur me pranga, a i thot habe se ka vakt. Ka vakt, terin 5 sati, te e ban një gjumë, pushon, qoshe val sabaj. Ketë sifiret e Ramazanit nuk e kanë vlerën sa një sabah. Nuk e kanë vlerën sa një sabah. Andaj duhet ta programosh veten të qosh, të bish mas teravije, jo të bëjsh muhabet. Po të bish mas teravije, të pushosh dhe të qosh pjesën e fundit të sifirit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte tradit të dashurit e me, iftarin nuk e vanoj ke asnjëherë. Në momentin që ka hike koha e iftarit, unë dëgjoj ke ezani i Bilalit,
Min herë çel ke iftar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu është një varretje të xhamati, këtë po i shohim në për mbledhime, e merr hurmën, thot Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba ad-dama wa ibtallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Çiket nuk duhesh me thon para se me hangër hurmën. Njerë dhe e hash hurmën, dhe pish ujë, pastaj dhe thësh Allahumma laka sumtu. O Allah, për ti agjerova. Në qofë se e ha hurmën edhe thu agjerova, t'ja se ke prish që me thonë agjerova, po njerë dush me qelë me hurmë, me pi ujë dhe me thonë Allahumma laka sumtu. O Allah, për ti agjerova. Wa bika amantu, edhe ty të besova. Wa ala rizqika aftartu, edhe me rëskin tanë që ma ki dhonë ti, unë e iftar qela. Dhahaba ad-dama, këshire thot iftar qela, nuk thot jam të qelë. Dhahaba ad-dama, thot edhe shkoj etja, wa ibtallat al-uruq, edhe damart mrejna e shijun edhe ujtin edhe hurmën. Wa thabata al-ajru inshallah, dhe fitum sevapin inshallah. Te ne gabimisht njëre bëjnë duan edhe mësane hanë. Nje, dush me hangër, mësane me bo duan. Thot hoqë si t'ja nisi, une mos ka më duan mo. Dhe kjo është përgjigja e disa njerëzve. Jo, Ramazani duhet na edukoje neve, Ramazani duhet na sistematizoje neve. Sistemi duhet shmas teravije, jo me bo muhabet. Hoxha shkon muhabeti. A e di pse? Shejtani e zbukuron. Ramazan nuk duhet me bo muhabet. Të parit ton, generatat e para, në Ramazan janë izolu për njerëzve. Nuk ka bo muhabet. Ramazan ka bo muhabet me Allahun. Si ka lezu Kurani Kerim. Dhe lezimi Kurani Kerimit është biset me Allahun Gjelle Gjelaluhu. S'ka pas vakt, për qatë kur i lezon biografien e djetarve të mëdoj, e gjenë se Ramazan i ka bo 5 hatme, 6 hatme, 10 hatme. Ebu Hanifja rahimahullahu ta'ala i ka bo 10 hatme në Ramazan. 3 dit një hatme. Po hoq, ku ka mujt me 600 faqe, ka mujt se i s'ka bo muhabet. Te ne qka bojnë, masi ta falin teravien, shkojnë min herën qajtore, min herën kafe, ose dalin muhabet sokak, edhe rinë, thot, u knaqë ma ga hoqë. Si u knaqët, si po falmi teravien, thot, edhe po mledhmin më halë, po e qesmi qajnicën e qajit, Adnan, si është e reni, e qesmi qajnicën edhe me shokët e mahalës, pi qaje, bën muhabet. Qëfar muhabeti? Përgojo njonin, përgojo tjetrin, përkeshe njonin, përkeshe tjetrin, banja Allahfin edhe muhabetin njonit edhe tjetrit, edhe për një meve në sifir të brodveja, gje shko u të gjumë me morë baniqka, prit rend të ajo shkina, reni gatë, vallaj, nuk presin rend gjami, as presin të falin komplet teravien, ndërsa ta ajo shkina, përsimit përgaqa, keke, rena ti të prit. Edhe me ditë se si i maron ajo që i silon durt kur prej tualetit kur del, i maron ato si mit përgaqa kur si hatin sifir. Edhe shka, haj si mit përgaqat, haj baniqkat, haj ato gjevrekat edhe futja gjumit. E Zotit Dhul Gjelal ja ka mundësu trupit insanit që aj ta merë hisën e vetë nga nata. Du të fleja aj, se për ndryshës mund është me qëndru, kur të qosh, ka shku sabaji, ka thire zani drekës, a që kësi agjerimi? Jo. Kësi agjerimi, Zoti Gjelle Gjelaluhu nuk e do. Kësi agjerimi ti thojnë agjerim i parazitit, agjerim i ati dembelit, agjerim formal në agjerim, vetëm në aspektin e emnit Ramazan. Dërsa Ramazani e donë sabat, qohë, qkoje në punë, punoje, të krije, sikur që i ka kry jetën e vetë dhe obligimet e jetës para Ramazanit, vetëm se këtu duhet me qëndruhe i agjerushëm. Duhet sinin të kontrollojsh, gojen të kontrollojsh, veshin të kontrollojsh, dorën shka prek, koma ku ecë, që kësaj në i thëjnë Ramazan. Tha pejgamberi a.s. kush dhe i agjeroje, tha ka me ja falë Allah i kusurat. Kjo është puna e parë. E dyta, tha men ka me Ramadane imanen u ahtisabe, a i cili dhe falet, dhe qohët, dhe falet me bindjet e Allahu dhe besim, dhe me shpres për blimin që ka me jadhon Allahu, Allahu ka me ja falë kusuret. Shka bojmë të ne?
ditat e para të Ramazanit hujum këtë bujmë në xhamijave. Edhe kjo është alhamdulillah nga imani, por imani e kërkon vazhdimsi. Jo veç 10 ditë e para, apo ditët e para të Ramazanit, masane me shku muhabet. Ishmi me një iftar para disa ditëve, vallahi muslimanët të cilët kanë agjeru, u qumë na me falë akshamin, nuk u qunë më shumë se gjimsa të falën. Më shumë se gjimsa, nuk u qunë më u falë. Subhanallah. Po kjo nuk o muslimana. Këtu është një rizik shumë i madh, dhe unë e përcjelli këtë mesazh nëpërmjet kësaj kamerës për vëllezërit dhe motrat që na ndjekin në faqen ku publikon derset tona, o vëllezër dhe ju o ju motra. Allahu xhelle xhelaluhu nuk është razi që ti të rish pa bukë dhe pa ujë, dhe të rish i agjërushëm ditën ndërsa mos ta falish namazin. Ka dietar, këshire po tham vënini divia, ka dietar, s'po tham krejt, ka dietar që thojnë ai i cili nuk e fal namazin nuk i bëhet kabul agjerimi i muajit Ramazan. Shka është ajo punë e paheshme, e shëmtume me artin iftar në restoran, edhe valla thot vën marë me u çu me u fal. Po pse s'vën marë me agjeru? Këto është pyetja, parashtron vetën e vet, a thu vallë që ki për një me ka agjeru? Apo veç ka ardhur iftar pse e kanë thirrë ndoshta edhe se ma Ramazanin. Një njeri cili nuk falet, është problem agjerimi i atij personit. Andaj të kemi kujdes me namazet. Tash namazin natës, teravia, nafilet, farzet në xhami, obligimet që i kemi në gjatë namazit, tha pejgamberi alayhis salam men kame. Nuk tha veç kush e fal namazin e teravijes. Tha kush e fal namazin, edhe ngritet, domethënë çohet. Edhe fal namazin e natës, edhe teravije, edhe çndron në kohë. Allahu ka me afal kusuret që i ka kalu. Por jo me namazin që e bojnë dënja, njoni 2 rekate, njoni 4 rekate, njoni 6 rekate, njoni 8 rekate, njoni... Si tim xhami, hin falu sa e ki bon njet, pa i bo dam tjetrit. Edhe ato shka dalin nga namazi, duhet me kujdesje të madhe me dal për mos me i shqetësu ato që kanë met në xhami. Sa ai cili e shqetëson ka him gjuna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dashurit e mi e kanë ndalu me lexu Kur'an me zan kur tjerë të falen. E kanë ndalu me lexu Kur'an me zan kur tjetri falet. Në qoftë se jam të lexuar në Kur'an me zan dhe jini njoni më fal, unë duhet me ul zanin tem, mos më penguati. Kjo është feja jonë. Pse mos ti pengoj unë raportin që e ka me Allahun dhul xhelal. Dhe e treta, tha men qama lejletel qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili ka me lip natën e kadrit edhe ka me gjet, Allahu ka me afal këtë kusurat që i ka bën para Ramazanit. 3 me 3, rahmet, magfiret, amnesti nga zjarri, agjerimi muaj Ramazan, falja në muaj Ramazan dhe kërkimi i namazit, kërkimi i natës së kadrit. Këto janë 6 sende që na duhet t'i kërkojmë pre Allahut në maratonin ton që e kemi në Ramazan. Se për ndryshe, him në mallkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë kur ka hip në hutbe, i poshtër, i largum nga mëshira e Zotit dhe i mallkum qoftë ai i cili e ka mri Ramazanin edhe nuk ju kanë falë kusuret. Subhanallah. Dhe kjo është një realitet, xhamati jemi dashur, që është prezent në mesin tonë. Të jetë këshill për neve, personalisht për mu, dhe për juve dhe krejt ato që na ndjekin, që të jemi të kujdesshëm me këto gjërat të cilët i kemi.